Të nderuar shikues, rikthyem në pjesën me personalitetin për ditën e sotme dhe temën për të cilën sot do të diskutojmë dhe sigurisht do të flasim për festën e bukur të 28 nëntorit, ditës së pavarësisë së Shqipërisë apo ditës së flamurit dhe rrethanave që i kanë paraprirë kësaj feste. Për të trajtuar një temë të tillë, sigurisht që ishte e udhës në studion tonë të kemi një historian nga Departamenti i Historisë në Universitetin e Tetovës, kemi të ftuar profesor doktor Zeini Mazllami. Përshëndetje profesor, mirë se na erdhët. Përshëndetje, në fillim lejoni t'ju uroj festën e 28 nëntorit juve, stafit, atyre të cilët na ndjekin këto momente. Faleminderit shumë që na keni nderuar, gëzuar festën edhe për juve. Të fillojmë të flasim për rrethanat kryesore politike dhe shoqërore që kanë çuar deri në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 1912. Kuptohet se 28 nëntori nuk lindi aty për aty, ai ka një rrugtim historik. Rrugtimi i 28 nëntorit fillon prej mesjetës vonë, atëherë kur nkruj Principata e Kastriotëve, u me vesu pavarësu prej Osmanëve. Në të datë, me datë 28 nëntor 1443, Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti flamurin në kalan e Vlorë, në kalan e Krujës, aty e shpalli pavarësinë nga perandoria osmane dhe rrugtimi i 28 nëntorit fillon këtu. Por me kalimin e kohës, pas rezistencës 25 vjet, përsëri pas vdekjes së Skënderbeut, territoret shqiptare do të kalojnë nën perandorinë osmane, pastaj do të kemi kohën e perandorisë osmane në vese shqiptare. Por memoria historike për 28 nëntorin për asnjë moment vetëm nuk u harrua. Kjo argumentohet se sëndimtarë në kryengritje lokale, në kryengritje pak mas zgjeruar në kohën e perandorisë osmane, i janë referuar 28 nëntorit, janë referuar flamurin në cilin e ngriti Skënderbeu në Krujë dhe janë referuar figurës së Skënderbeut. Por do duhet pritej deri në rilindjen kombëtare, kur u afirmua kombësia shqiptare, kur u ngrit lart vetdia politike e shqiptarëve të cilët jetonin në perandorinë osmane, dhe për këtë një rol e kontribut ka diaspora shqiptare, ato të cilët jetonin në Itali, ato të cilët jetonin në Istanbul, ato të cilët jetonin në Sofje e në Bukuresht në Rumaninë e sotme. Pra rilindja kombëtare lindi prej figurave të cilët nuk jetonin brenda territoreve shqiptare. Festa e 28 nëntorit, për të arritur në këtë datë, duhej një rrugtim brenda rilindjes kombëtare, duhej të ketë një ide për një lloj autonomie politike në kuadër perandorisë osmane, për me arrit si fazë përgatitore për të arritur te pavarësia e plotë. Sa për kurreshjen e atyre cilët e ndjekin këtë mision, deri në tetor në vitin 1912 apo deri disa ditë para pavarësisë, nuk kërkohej pavarësia, por kërkohej autonomia, si fazë paraprake e cila do t'i paraprinte pavarësisë. Arsyet pse kërkoi autonomia, ne brenda kësaj bisede do t'i përmendim, por për herë të parë Ismail Qemali disa ditë para se ngrit flamurin kombëtar në Vlorë, para Kumendit Vlorës, u vendos kalohej prej në autonomi në kërkesën për pavarësi. Megjithatë, profesor, ju përmendat një personalitet që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në shpalljen e pavarësisë së shtetit shqiptar, që është Ismail Qemali. Çfarë roli ka pasur Ismail Qemali në procesin diplomatik para dhe pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë? Në mesin e atyre figurave të rilindjes kombëtare të cilët kanë kontribuar, padyshim bën pjesë Ismail Qemali, një diplomat i karrierës në perandorinë osmane, një figurë e njohur e cila vinte prej njëri prej familjeve më me ndikim në historinë e Shqipërisë, prej familjeve vloraj. Në kohën kur Ismail Qemali do të niste rrugtimin për pavarësi, ai do të vendose kontakte me rilindasit shqiptarë, sidomos me atë pjesën e cila jetonte në Istanbul. Ai sikurse e kemi të njohur para se të arrijë në Vlorë, do të bënte një rrugtim diplomatik,
i cili do të përshkonte Rumaninë, do të përshkonte Austro-Hungarinë e asaj kohe, në fund do të përmes Italisë do të vinte përmes detit Adriatik në Shqipëri dhe do të vendoste për qytetin e Vlorës si vend ku do të mbahej kuvendi kombëtar. Ismail Qemali ka qenë një figurë e njohur politike jo vetëm për treva shqiptare, por ka qenë një figurë e njohur për jetën politike, jetën diplomatike të perandorisë osmane 20 vjetet e fundit para se të arrijë deri te kuvendi i Vlorës e shpalljes së pavarësisë. Po. Megjithatë, si kanë reaguar fuqitë e mëdha europiane ndaj shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë? Në fillim tetorit, në javën e parë tetorit, vendet ballkanike duke u bazuar në Aleancën Ballkanike e cila u formua në mars të atij viti, filluan luftën kundër perandorisë osmane. E kjo disi këtë planet cilët i hartoi lëvizja kombëtare shqiptare i përshpejtoi. Hasan Prishtina në kujtimet e veta do të përmendte se luftat ballkanike na i prishi planet tona për një evoluim prej autonomie deri në pavarësi. Luftat ballkanike, vendet cilët morën pjesë synonin të marrin trojet e ngelura të perandorisë osmane në Ballkan, e pjesa dërmuese e këtyre trojeve ishin troje shqiptare. Duke mos pas një subjekt, një vend të vetin shqiptarët, ato trojet e tyre u bën pjesë e pazarit të vendeve ballkanike të cilët luftonin kundër perandorisë osmane. Prandaj po të marrim hartën e viseve shqiptare në luftat ballkanike, vetëm një pjesë e Shqipërisë ku bënte pjesë edhe qyteti i Vlorës ishte i lirë pa pjesë të armatës greke prej jugut, armatës serbe prej veriut dhe armatëve tjera malazeze në veriperendim. Pra në këtë moment u përcaktuan për qytetin e Vlorës si vend i vetëm ku mund mbahej një kuvend, ku mund shpallej pavarësia, cili ka qenë qëndrimi i vendeve tjera. Janë dy vende cilët janë interesuar, e cilët më vonë konferencën e Londrës do ta përkrahin pavarësinë, bëhet fjalë për Austro-Hungarinë si vend kryesor i cili e mbështeti pavarësinë, dhe vendi i dytë e kemi Italinë. Vendet tjera, Franca e Rusia, mbanin anën e vendeve ballkanike, anën e Serbisë në rastin konkret, kurse dy vende tjera, Britania e Gjermania, disi kërkonin për të pa epilogun, për të përcaktuar. Kërkonin një lloj ekuilibri të forcave. Ka qenë fati dhe fatkeqësia e këtyre momenteve historike për arsye se vendet evropiane në këtë kohë janë përgatitur për luftën e parë botërore, dhe secili prej atyre ka ndjek interesat vetanake dhe nuk ka parë në gjendjen faktografike. Po të mendonin në gjendjen faktografike, ato në konferencën e Londrës do merrnin një vendim tjetër pak më drejt, dhe jo një vendim me të pa drejt. Për arsye se 1/2 e trojve shqiptare ngelen jashtë kufive politik cilët u vendosen në Londër. A ekzistonte rreziku real I coptimit të territoreve shqiptare në qoftë se pavarësia do të vonohej? Për në momentin e fillimit luftave ballkanike, rreziku jo vetëm I coptimit, por rreziku I mos ekzistencës të një vendi me emrin Shqipëri ishte rrezik real, jo vetëm potencial. Për arsye se greket pretendonin pjesën e Shqipërisë Jugore, kurse serbët pretendonin pjesën e Shqipërisë Veriore, kuptohet serbët pretendonin Kosovën, Maqedoninë e Sotme, kuptohet se malazezët pretendonin Shqipërinë Verilindore bashkë me qytetin e Shkodrës. Përsëri do të jenë fal rezistencës shqiptare dhe fal diplomacisë austro-hungareze e përkrahur nga diplomacia italiane nuk mundësuan realizimin, njësimin e këtyre planeve të monarkive ballkanike të përkrahura nga Franca e nga Rusia. Përveç Ismail Qemali që e përmendëm pak më herët, cilët janë personalitetet e tjerë që kanë dhënë kontribut në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë?
Kuvendi i Vlorës ka qenë një kuvend mbarkombëtar. Aty kanë marrë pjesë shqiptarë të besimeve të ndryshme, të krahinave të ndryshme, dhe pse jo edhe të bindjeve të ndryshme. Për arsye se ato rinindas e kuptuan drejt momentin historik. Përpos Ismail Qemalit kemi figura të cilët vinin nga Shqipëria e mesme, nga Shqipëria e veriut, kemi figura të cilët vinin nga Kosova, nga Maqedonia e Sotme. Këto emra besoj se ne duhet t'i afirmojmë, t'i bëjmë të njohur, për arsye se ato njerëz në ditën e pavarësisë me 28 nëntor, kur firmosen atë deklarat, atë dokument, nuk u përcaktuan për këto kufit cilët janë sot. Ato u përcaktuan asnjëherë për atyre, kur firmosi deklaratën, nuk mendoj se territori, viset, krahinën nga cilët vinin, nuk do jenë pjesë përbërëse e shtetit drejt shqiptar. Por ma vonë, një vit ma vonë, konferenca e Londrës e ma vonë Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit do të përcaktoj këto kufit cilët i kemi sot e kësaj dite. Si lindi ideja që flamuri i Skënderbeut të përdorej si flamuri i Shqipërisë së pavarur? Sa herë një akt politik, sikurse pavarësia, kërkonte një mbështetje historike dhe një legjitimitet historik. Për atë unë në fillim përmenda ngritjen e flamurit me shqipunjen dy krenare nga Skënderbeu, përmenda datën 28 nëntor. Kuvendi i Vlorës, Ismail Qemali, ato rilindas, ato mendje ndriturat kombit, kërkonin një mbështetje historike dhe një legjitimitet historik për veprimin cilin e krynin. Për atë ne do të potencojmë një fakt tjetër, sot ne festojmë 3 datat 28 nëntorit. Festojmë ngritjen e flamurit në Kruj nga Skënderbeu, festojmë Kuvendin e Vlorës, ngritjen e flamurit nga Ismail Qemali, dhe festojmë një të kohë daljen skenë të çlirimtarit të Kosovës në historinë më të re shqiptare. Secila prej këtyre ngjarjeve janë bimësi e njëra tjetrës. Nëse e para e afirmoi idenë e luftës për pavarësi, e dyta rezultoi me pavarësinë e Shqipërisë, e treta hapi rrugtimin, filloi rrugtimin për luftën e armatosur, e cila rezultoi me pavarësinë e Kosovës. Megjithatë, të flasim pak edhe për domethënien që kishte vendimi për ngritjen e flamurit në Vlorë dhe pikërisht ajo skenë pse ngel kaq simbolike dhe kaq ikonike. Po të flasim për 28 nëntorin, secili kujton një Ismail Qemalin, ngritjen e flamurin, atë balkonin, atë ndërtesën. Kjo falë artit, kulturës, jo pak ka kontribu arti, kultura, mbamendja, memoria historike për këtë skenë. Po ajo cila ka rëndësi përsëri ndalmi se ky kuvend nuk sinonte pavarësinë politike të atyre kufive cilët janë sot. Ishën në emër të trevave shqiptareve, prej grupeve të ndryshme morën pjesë aty pati pjesëmarrës, për herë të parë ndoshta shqiptarët në 2 momente i tejkalun ndasitë e veta. Kemi Kongresin e Alfabetit, 4 vjet më herët, dhe kemi Kongresin Kuvendin e Vlorës, ku shqiptarët i tejkalun ato dallime të cilët mund të kemë pasur mes tyre, për të kapur një moment historik, për të kuptuar drejt momentin, për të arritur një rezultat i cili do përmbyllte, do kurorëzonte atë cilën ne në histori e njohim si rilindja kombëtare shqiptare. Dhe profesor, me krijimin e qeverisë parë të Shqipërisë, cilat ishin ato sfida me cilat u përball kjo qeveri? Me 28 nëntor pasdite, kur u mbajt kuvendi i Vlorës, kur u shpall Shqipëria e lirë e mos varme, asnjëri nuk e kuptoi se ky moment do të jetë një moment historik, për arsye se nevojitë e njohja. Në ditët e para pas pavarësisë, Ismail Qemali, si kreu i qeverisë parë, si kryeministri i parë, në kuptimin e sotëm, do të dërgonte telegram në Francë, në Austro-Hungari, në Itali, në Gjermani, në Rusi, në
Londër, aty do kërkonte njohjen e realitetit të ri, me fjalë tjera njohjen e pavarësisë. Ai të njëjtën kërkesë do të drejtonte edhe kundër do të drejtonte vendeve ballkanike. Po për hir të vërtetës vendet ballkanike nuk duanin ta pranojnë realitetin e ri. As Greqia, as Bullgaria, as Serbia e aq më pak as Malizi, i cili mbante të okupuar pjesën verigjindore, nuk e pranuan pavarësinë. E sa herë ka një luftë, ajo luftë do të përfundonte me uljen në tavolinë të palëve pjesëmarrësve, në këtë rast me konferencën e Londrës. Në konferencën e Londrës u ftuan Perandori Osmani, vendet pjesëmarrëse të Aleancës Ballkanike e vendet e Evropës, por nuk u ftua një delegacion shqiptar. Me insistimin e përsërisë të Austro-Hungarisë dhe me mbështetjen e Italisë, ma tepër si rezultat i aleancave të reja cilet ishin krijuar prak luftës së parë botërore, do të njihej pavarësia e Shqipërisë. Po kjo pavarësi nuk do të njihej me kufi të caktuar. Do të formohej një komision ndërkombëtar i cili do të caktonte kufit. E ky proces do të merrte 1 vjet pas konferencës Londrës ose 2 vjet pas pavarësisë. Ky komision do të bënte ato padrejtësitë të cilet sot e kësaj dite ne i vuajmë, nëse merrni sot nuk ka asnjë vend botës i cili kufizohet me veten. Vetëm Shqipëria kufizohet me veten. Në Dibranet takohen me Dibranet, në Morin ato shqiptarët e Morinës takohen me vëllezërit e tyre në Kosovë, ato në Juk takohen me vëllezërit e tyre në Shameri. Pse jo, edhe në pjesën tjetër ato shqiptarë që banojnë në periferi të kufirit me malin e zi, sot takohen me vëllezërit e tyre. I vetmi vend i cili kufizohet me veten, në tërsinë e vet gjeografike, në kufirin e vet toksor, e kemi Shqipërinë. Dhe kjo është argumenti i vetëm, dhe argumenti i mjaftueshëm për me tregu padrejtësitë cilet i kanë bërë vendet perëndimore, duke bërë pazare politike në prak luftës së parë botërore, duke plotësuar apetitin e aleatëve të tyre në Ballkan, në kurriz e ndam të popullit shqiptar. Por çfarë rëndësie ka për shqiptarët brenda dhe jashtë Shqipërisë festa e pavarësisë së Shqipërisë? Sot ne e kemi kufizuar 28 nëntorin vetëm si festë e flamurit, për arsye të asaj cilën përmendem vendimet konferencës Londrës, këto kufi ngelen të njëjtë pas luftës parë botërore, në konferencën e Versailles, këto kufi ngelen të njëjtë pas luftës dytë botërore dhe këto kufi janë aktual. I vetmi dallim kemi pavarësimin e Kosovës në vitin 2008. Një realitet i ri për hartën politike të Ballkanit. Sot 28 nëntorin përpos se e respektojmë, e festojmë, mbajmë manifestime si ditë e flamurit, për arsye se flamuri konsiderohet njëri prej simbolive identitare me cilin identifikohemi. Sot ne kemi diçka të përbashkët, mungesën e bashkimit kombëtar, kemi flamurin kombëtar të cilin e kemi të përbashkët. Rëndësia e 28 nëntorit do të kaloj simbolikën e festës flamurit, ne të kujtojmë të kaluarën të përbashkët, të kujtojmë sakrificën, të kujtojmë rrugtimin, ajo kryesorja të kujtojmë mbijetesën tonë. Mbijetesën tonë si popull, i cili nuk ka pas asnjë aleat në mesin e fshinjeve vendeve ballkanike, dhe një vend i cili për arsye nga mes subjektivet asnjë nuk ka pas përkrajen e faktorit ndërkombëtar. Dhe kur kemi pas përkrajen e faktorit ndërkombëtar, kemi rezultuar me këto suksese cilën kemi. Me përkrajen e Austro-Hungarisë në konferencën e Londrës, u njoh pavarësia e Shqipërisë, kurse me përkrajen e faktorit ndërkombëtar, luftën e fundit të Kosovës, kemi sot Republikën e Kosovës. E vetmja mundësi ku ne përsëri duhet të tregojmë unitetin, ku të festojmë të kaluarën e përbashkët dhe të përkujtojmë mbijetesën tonë si popull e si etni, kemi 28 nëntorin.
po e përsëris për te simbolikës e ditës flamurit. Dhe për brezat e ri, çfarë porosie do të kishit që ta ruajnë kujtesën e pikërisht kësaj dite historike? Sot në këtë dinamizëm të jetës, ka mundësi në plot vendeve popujt botës, historia të jetë një temë jo interesante, një temë e vjetër, një temë e cila nuk ngjall interes, po për arsye të cilet ne jemi dëshmitar çdo ditë, për arsye se ne jemi një popull i cili jeton në Ballkan, e kemi këto realitete politike, 28 nëntori, dita flamurit, memoria historike, kujtesa historike, identiteti kombëtar, përsëri ngelin jo vetëm si ide, po do të jenë superlativ. Ne e kemi për obligim t'i përsjellim te brezat e ri, te fëmijët tanë, te gjeneratat e reja, tregojmë përpjekjet tona, luftën tonë për të arritur te ajo cilën plot popujt tjerë kanë arritur në mënyrë shumë më të lehtë, shumë më paqësore. Do të më ditë se për këtë flamur, jo vetëm deri në pavarësi, po pas pavarësisë, vetëm se janë identifikuar me këtë flamur, me këtë simbol, njerëzit kanë vojtur burg, kanë vojtur dënime prej dënimeve më të rënda, janë diferencu prej vendeve të punës për këtë fest, për këtë simbolikë se ne sot jemi të lirë të festojmë me një të kaluar jo të largët, brezi i prindërve tanë e kanë pas të pamundur. Prandaj ne duhet të përsjellim këtë si porosi të gjeneratat e reja. Unë e di se ne kërkojmë pak ma tepër sa ajo cila na ofrohet për momentin, po ne duhet ta duam Shqipërinë ashtu si duhet të jetë, jo si e kemi sot. Ne duhet të punojmë për një viset tona të kenë prosperitet ekonomik, të kenë arsim cilësor, të kenë kultivim të kulturës, dhe pse jo të haprojmë me pjesën tjetër të botës. E përsëris se historia dikund mund të ketë dalur prej mode, por të ne ngelen një element më rëndësi, edukimi i brezave të ri në frymën kombëtare, për arsye se vetëm këtë formë gjeneratat e kaluara kanë ruajtur identitetin e tyre kombëtar përballë sfidave të kohës. Dhe këto sfida të kohës, secili brez ka sfida që dallojnë prej brezit tjetër. Nëse brezi i prindve tanë kanë pas imponim për mos ruajtjen e identitetit kombëtar, mos afirmimin e identitetit kombëtar, ne kemi me vetë dëshirë për arsye të globalizimit, për arsye të dinamizmit të jetës. Për atë nuk duhet të mjaftohemi vetëm me simbolika, nuk duhet të mjaftohemi me 28 nëntor, ne duhet të ruajmë identitetin tonë, të kultivojmë identitetin tonë për te 28 nëntorit. Profesor, faleminderit shumë që na nderuat me pjesëmarrjen tuaj në emision për të folur për një temë kaq të rëndësishme historike. Ju dëshirojmë shëndet e suksese dhe gëzuar festën edhe një herë. Faleminderit juve për këtë mundësi, gëzuar festën. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës për sot. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak.